Kontejnerët u mbushën plot sikurse hapësira rreth tyre. Me largimin e mbeturinave këtë të mërkur nuk u mor askush, derisa kompania pastrime mbeti pa derivate e komuna nuk gjeti zgjidhje. Mosofrimi i shërbimit për të cilën paguajnë qytetarët, vende bllokoi trotuaret. Prishtina si kryeqendër nuk ishte deshur me met pa pastruar mbeturinat. Madje sipas qytetarëve, situata me mbeturina mund t'ju dëmtojë edhe shëndetin. Tepër shqetësuese, smundjet, infeksioni, gjithçka prej gjithë këtij berllogit, katastrofë. Lidhur me situatën gjatë ditës, reagoi edhe lëvizja vetëvendosje në Prishtinë. Asnjëherë kryetari Rama e as LDK-ja nuk është marrë seriozisht me këtë problematikë. Derisa ishim bashkë në koalicion PDK dhe LDK, të dyjat i patën përkrahur të gjitha propozimet dhe të gjitha veprimet e gabuara që i sillte menaxhmenti i komunës Prishtinës. Kryeqyteti u mbulua nga mbeturinat pasi kompania pastrimi dhe komuna e Prishtinës sarritën marrëveshje për çështjen e pagesës së faturave. Rrjedhimisht, kompania pastrimi thotë se mbetën pa naftë për shkak të borxheve të mëdha ndaj furnitorëve dhe deponisë së Kosovës.